Por, faleminderit tyre punëtorë që po kanë ardhur shpejt, urdhë? Çfarë mendoni se kanë ndikuar? Ndoshta punimet për rrugën sipër? Vallai, nuk di t'ja shpjegoj për zotin për këtë punë. Faleminderit. Të nderuarin, faleminderit shumë. Sa kohë keni që jeni në pritje? Kemi një 2 orë. 2 orë kemi. Kemi shumë, tani erdhën 4 kështu. Po mendoj të për 24 orë, po faleminderit tyre punëtorëve që u dërguan shkatët. Po tash me këtë ftohtë më krahasim me borën është më mirë. Ftohtë është, po në krahasim atë më mirë. Ku ishin drejtuar? Nga Tirana ne për në Korçë. Po. Të nderuarin, faleminderit. Sa ke që prat? Maqedonia. Ajo nga Maqedonia. Ve kam djallosur me qeveri me djallmet. Sa kohë keni që prisni? 5 orë kemi. 5 orë. A ju kanë dhënë një informacion kur mund hapet, kur mund kaloni, a ju ka pyet një Asnjë njeri hiç fare. Asgjë fare. Hiç fare, vetëm në këtu brenda jemi ngrohtë se është tot për jashtë, jemi të çmur, jemi këtu, jemi ashtu, po rrim. Çfarë të bëjmë? Faleminderit. Pse mendoni që ka ndodhur shëmbja? Nuk dim gjë. Nuk e di. Nuk e dim. Faleminderit. E bëri me drita në fjalë që po rëshqet dheu me fjalë. Pastaj ku afruam këtu pam që besoj na 10 minuta kështu, diçka, 5 minuta diçka. Apo ja, më pak besoj 100-200 metra ishte ky, unë kam qenë mbrapa këtij. 100 metra larg isha. Ja makinë 100 metra e ka. Momentin ku më nisi drita gjënia se ka polici, erdhëm këtu, pa malin, Ai shembull. shpotovi mirë, ai teatri me atë vend. Ai po. Zoti e ka, çfarë më thanë tjetër. Prap mirë se po ne hapim rrugën, 2 orë kemi si prisëm të hapim të kalojmë. 4 fodroma, do ta hapin ato tani. Do e hapim. Rrosh.